Në intonimin e himnit kombëtar dhe me 1 minutë heshtje, filloi mbledhja komemorative për të nderuar figurën e tashmëdhëndierit Haxhi Thaçi, babait të ish-presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi. Djalli Hashim Thaçit e ndriti ishte ai që mbajti një fjalim emocionues në këtë mbledhje komemorative për gjyshin e tij, Haxhi Thaçin. Ai falenderoi të gjithë për përkrajen, duke thënë se shpresa e gjyshit për të takuar të birin e tij, Hashim Thaçin, ishte më e madhe se dhimbjet e sëmundjeve. Shpresa për të ritakuar babën dhe bashkëpunëtorët e tij në Haag ishte më e madhe se sa dhimbja e sëmundjeve. Besimin e pafajësinë e tyre ishte më i hekur se sa akuza e padrejtë. Në muajt e fundit, çdo orë, çdo minutë, priste që babai të hapte derën e spitalit. Nuk u dorëzua roli kriminal disa herë. 3 orë pas president atë ditë ju kanë 3 orë më të rëndësishme të jetës së tij. Një bisedë babë e fëmijë. Që të dy e kërkonin dini. Vërtetën e shpejtë të gjyshit e pasur të kryen e babës kur dolën nga spitali. Gjyshi i ndjeshoi të gjithë vuajtjeve, dhimbjeve në për të cilat kaluan të kohë. Por, këto 4 vite nuk i ndjeshoi vuajtjeve dhe dhimbjeve nga padrejtia. Në sëmundje e pasurueshme për njerëz të fortë, krenar dhe në gjinitet. Dhe si sot është shërë gjyshi në vdek pa u korrit. Gjysh, asot nuk jeni korrit. Faktikisht, babu nuk e lejuar të japë dëmshmërinë e fundit pas në mesat. Nuk e lejuar të agjërë në grosh të dhejët e grënisës mbi barë. Por, në vend të babës, sot ka ardhur Kosova, Shqipëria, Maqedonia e Indonezia. Në marë, bëj përjashëm dhe të jeshën të mëjën për të gjysh. Miq e familjarë të praneshëm. Për ne, gjyshi ishte shpjell e fasishme e urtësisë dhe e dashurisë. Ai na mësoi se bashkimi është shirki i çdo fitore. Dhe të shënifikimi i këtij bashkimi janë krerët e të në halë. Ta të njëfëm shembëllën e tyre për të bashkuar sërish për fiturën e radhës në padrejtësi. I falenderoj të gjithëve që keni ndështuar familjen tonë, familjen Shkadri, të Basit Jakub, të Alqis Rejt, dhe familjen të gjithë atyre që shëmbojnë në Haag. Edhe kryetari Skënderajt Fadin Nora ka ndarë një mesazh prekës për të ndjerin dhe momentet e fundit të tij. Në këto çaste pikëllimi për familjen Thaçi, teksa do të përcillet për në banesën e tij të fundit pash ndihmë dhimbje, me nën hyrën dhe presidentin Thaçi, djemtë e vajzat e Bacit Haxhi, u përshëndeta me përqafim të ndarë bashkë me mallin që kishin për Hashimin dhe burojan. Fatkeqësisht ai atë ditë u rikthye të luftojë me vdekjen, por nuk u dorëzua. Rezistoi derisa shuajti mallin për ta parë djalin. Pat djalin i shtrëngoi dorën fort dhe mbylli syt, i lehtësuar për gjithmonë për t'u rikthyer sot dhe për ta shuajtur mallin tjetër, burojan, me ajrin e pastër, lullet e bukura, në mesin e qindra mira kruzhive të liris, tha Nora. Gjatë fjalës së tij, kryetari Skënderajt tregoi edhe bisedën e fundit që ka pasur babai me Thaçin. Haxhi Thaçi shpresonte se Hashimi do të lirojë. Edhe pak ditë e mjek më thanë që kismet vi në buroj, po vjen pranverna me lule e natyrë të mirë, e me ymit që po vjen edhe Hashimi, ishin fjalët e fundit që ka thënë Haxhi Thaçi. Edhe kryetari PDK-s Memli Krasniqi vlerësoi lart kontributin e babait Hashim Thaçit. Në mbledhjen komemorative ai tha se Haxhi Thaçi nuk rriti thjesht një djalë, por një udhëheqës të madh. Haxhi Thaçi nuk rriti vetëm një djalë, ai formojsoi një udhëheqës, një çlirimtar, një njeri që do të qëndronte në balë të luftës për lirinë e Kosovës, u shpreh Krasniqi. Në fjalën e tij, kryetari PDK-s kujtoi edhe një bisedë Haxhi Thaçit me të birin. Në një bisedë me birin e tij Hashim Thaçi pas një aksioni të vitit 1992, Haxhi Thaçi i tha fjalë që sot qëndrojnë si një parim modëzues për të gjithë ata që e kuptojnë peshën e përgjegjësisë dhe çmimin e lirisë, me një mençuri të grendur nga përvoja e 3 dita. Ai kishte thënë të birit: "Biri im,
E di që e futur thellë në punë të rënda, por ki kujdes për veten, por më shumë për shokët e tu. Për Serbin mos u mërzit, veç mos u korit. Këto nuk janë thjesht fjalë të një babai, por i hona të një brezi të baballarëve shqiptar, të cilët e dini që jeta nuk jetohet për vete, por për një qëllim më të lartë. U shpreh me emri Krasniqi. Edhe familjarët e ish kryeparlamentarit Kadri Veseli bën omazhe pranë arkivolit të Agjithaqit. Përveç vëllezërve të Veselit në palestrën Ilas Kodro në Skanderaj ku po mbahen omazhet, u pa edhe Klestor Veseli, djali i ish kryeparlamentarit të Kosovës. Madje i ka shkruar edhe në librin e Zis ku e ka vlerësuar lart figurën e babait të Hashim Thaçit. Burr fisnike i urtë, ofroi stre kur ushtarëve u duhej më së shumti, e kur nuk e ndau babain nga bitë e tij, ka shkruar Klestor Veseli në librin e Zis.